طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek komenti I gjuzit amme nga Sheikh Uthaymeen rahimahullahu taala, kemi arritur te sura Abese, në ajetet e fundit nga 33 në 42, para se me anis suratu Takwir javën tjetër inshallah. Allah azza wa thot, po kur të vi ushtima. Çfarë ushtime? Tash do ta trajtojmë. A ditë njeriu do të ik nga vllai I tij, nga nëna edhe nga babai I tij, nga bashkëshortja dhe nga fëmijët e tij. Atë ditë çdo njeri ti mjafton çështja vet. S'ka me këshir kërkonesh. Atë ditë do të ketë fytyra të ndritura, të qeshura e të gëzuara. Atë ditë do të kenë edhe fytyra të pluhurosura. Thot të mbuluara nga errësira, këta janë mohuesit mëkatar. Po kur të vi ushtima, një ushtim e madhe që të shurdhon veshët, kjo është kur do t'i fryhet surit. Që ky ajet është për qëllim për surin. Ushtima e madhe ku të vjen, një tmerr I madh, kjo është ushtima e surit, që atë ditë inshallah taala na nuk do ta ndijmë. Apo sepse Allah subhanahu wa taala e dërgon një frym apo një erë dërgon që besimtarëve ja merr shpirtin. Dhe nuk I lën me po atë llahtarit të madhe të kiametit, ditës së kiametit. Ajeti tjetër thot, atë ditë njeriu do të ik nga vllai I tij, ose vllai vetëm nga babai ose vetëm nga nëna. Më thonë, çfarë do qoftë? Nga nëna dhe babai I tij, edhe nga gjyshrit, mandje gjyshrit do të ikin nga të gjithë këta. S'ka afërsia ditë, subhanallah, secili ka me këqyr veten e vet. Thot nga bashkëshortja dhe fëmijët e tij, nga gruaja dhe nga fëmijët, të cilët janë njerëzit më të afërt, subhanallah. Fëmijën e mon 9 muaj ditë nona, e këqyr tan kohën, atë ditë ka më lshu edhe fëmijën. Ka më lshu edhe fëmijën e vet, që është loçka zamrës vet. Pastaj thot, nga të gjithë këta do të ik. Dietarët thon, ikën prej tyre nga që ka frikë se mos I kërkojnë ndonjë llogari. Thot ndonjë të drejtë të paplotësuar që ka të bëj me sjelljen apo me diçka tjetër. Kjo sepse atë ditë asnjë syresh nuk dëshiron të kërkojnë diçka. Tutën se mos pi kërkon diçka, s'm ke kallëzu, thot. Pse s'm ke kallëzu? Pse s'm tregove që kjo llahtari ka më ndodh, e ki ditë s'm ke kallëzu? E dojnë me ik sa më larg. Sa më larg përgjithësive. Pastaj thot, atë ditë çdo njeri I mjaftojnë çështja vet. Çdo kush është I zënë me veten dhe nuk e shikon tjetrin. Për këtë arsye pejgamberi sa tha, ju do të grumbulloheni në ditën e kiametit, të zbathur, lakuriç dhe të pabër synet. Të zbathur, lakuriç, krejt patesha, pa rroba dhe të pabër synet, sikur kur dilni prej nonës tuaj. Aisha radiallahu anha I tha, burra e gros bashku, të zhveshur, duke parë njëri tjetrin, pejgamberi alayhis salam I tha, çështja ka për masa më të mëdha se sa të shohë njëri tjetrin. S'është kur gjo kjo, nuk e këqyr një tjetrin përderisa çështjen e keni shumë më të madhe para llahtarisë. Atë ditë Zoti do t'i ndaj njerëzit në 2 grupe. Para mëna subhanallah. Je me një shesh të madh, shesh jo, po me një, që me thonë, të madh që kur dalin para Allahut subhanahu wa taala edhe ti po pret në cilën grup je. Në grupin e të mirëve apo në grupin e të këqive. Thot atë ditë do të ketë fytyra të ndritura. Këto janë fytyrat e besimtarëve që reflektojnë gëzimin e zemrës. Kënaqet. Masi që të vije lajmi që je prej të mirëve, të qeshura e të gëzuara, për shkak të kënaqësisë së plot që përjetojnë, të gëzuara nga që engjëjt I presin me lajme të gëzuara duke u dhënë selam. Atë ditë do të ketë edhe fytyra të pluhurosura, thot sepse do të jenë të turpëruara dhe të shëmtuara, të mbuluara nga errësira, të zymta. Këta janë mohuesit mëkatar, dhe thot që e kanë bërë bashk mohimin, refuzimin, kufër dhe mëkatin. Allahu na shpëtoft. Zoti na bëf prej atyre fytyrat e të cilëve do të jenë të ndritura dhe të qeshura, të gëzuara. Zoti është shumë bujari. Deri në takimin e radhës me surën At-Takwir.
Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.